protestohet në Koçan. Kërkohet drejtësi e shpejt për viktimat e tragjedisë në diskotekën Puls ku humbën jetën 62 persona. Policia njofton se po kërkojnë personat e dyshuar si vrasës të Aledin Sulejmanit që ndodhi dje para stacionit policor në Bitpazar. BDI sfidon oponentët politik duke theksuar se është e gatshme për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Shefi i Agjencisë OKB-s për Palestinën thotë se fëmijët në Gaza po vdesin nga uria për shkak të blokadës izraelite. Të nderuar shikues, përshëndetje. Në Koçan sot është protestuar për të kërkuar drejtësi për viktimat e tragjedisë në diskotekën Puls. Protestuesit theksuan se dëshmitë janë të mjaftueshme që drejtësia të zë vendin e vet për personat që humbën jetën. Ata kërkuan që institucionet përgjegjëse të nxjerrin sa më shpejt fajtorët në bankën e drejtësisë. Familjarët e të vdekurve në tragjedinë e Koçanit sot kanë protestuar duke kërkuar drejtësi për jetët e shuara të më të dashurve të tyre. Ata thonë se dëshmitë janë të mjaftueshme që drejtësia ta zë vendin e vet për të rinjtë që humbën jetën. Ata kërkojnë përgjegjësi nga institucionet shtetërore. Direktno go postavljam. E pyes ministrin Pançe Toshkovski, gjithashtu dhe drejtorin e Byros për Siguri Publike dhe të gjitha institucionet, kush lejoi që engjëjt tan t'i vrasin, kush nënshkruan dokumente që fëmijët tanë janë të sigurt në ambiente publike dhe jo publike. Duam përgjigje nga institucionet relevante. Ne si nëna nuk kemi frikë të ju pyesim. Na jepni përgjigje, nuk frikësohemi edhe po të na burgosnit. Polkata e ogromna. Dhimbja është e madhe për fëmijët tanë të humbur. Ne nuk kemi më çfarë të humbasim. I kemi humbur më të dashurit tanë. Ajo që duam është që drejtësia të ketë emra dhe mbiemra, apo akoma thoni se nuk keni dëshmi të mjaftueshme, apo mos doni ne prindërit t'u ndihmojmë, apo vetëm ta marrim drejtësinë në dorë. Duam të pyesim prokurorët sa vlen një jetë e re në këtë vend të shtrenjtë. A aq janë të pavlefshëm fëmijët tonë që këta të akuzuar i lironi kaq shpejt? Çka sikur këta fëmijë të ishin fëmijët tuaj? Me pankarta, protesta paqësore dhe apele, ata shprehen edhe një herë pakënaqësitë e tyre me rrjedhën e procedurave dhe kërkuan një zgjidhje të shpejtë dhe të drejtë nga institucionet kompetente. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars të këtij viti në diskotekën Puls në Koçan, humbën jetën 62 persona. Rreth 200 persona u lënduan, ku disa nga të lënduarit ende po trajtohen jashtë vendit. Autoritetet kanë njoftuar se janë duke kompletuar hetimet për të nxjerrë para drejtësisë personat e dyshuar për vrasjen e 31 vjeçarit nga Raqina e Shkupit, Aledin Sulejmanit. Ndërkohë LSDM-ja ka shfryzuar rastin për të kritikuar VMRO-DPMN për paaftësi për të kapur kriminal. Ndërsa VMRO-DPMN-ja vlerëson se po kryen hetime dhe kapen njerëz që ishin të mbrojtur dhe të paprekshëm gjatë epokës së LSDM-s. Pas shkëmbimit të zjarrit të djeshëm me armë pranë Bitpazarit, një prokuror publik kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup kreu një inspektim, nga ku thuhet se gjurmët janë mbledhur në vendngjarje dhe do t'i nënshtrohen analizës mjeko-ligjore. Ndërkaq, edhe një autopsi do të kryhet mbi trupin e të ndjerit. Po ashtu, me urdhër të prokurorit publik, po sigurohen pamjet e kamerave të mbikëqyrjes nga objektet përreth dhe po jepin të gjitha urdhrat me udhëzimet e nevojshme për të identifikuar personat e përfshirë dhe për të sqaruar plotësisht ngjarjen. Ndërkaq, për ngjarjen ka reaguar antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s, Simona Cvetanuska, duke kërkuar dorëheqje të menjëhershme të ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovskit, pasi që, siç tha ajo, kaosi mbretëron në rrugë, si dhe siguria e qytetarëve është seriozisht e kompromentuar. Sipas Cvetanovskës, nevojitet ndryshime dhe reforma urgjente në sistemin e sigurisë dhe masa të reja për të forcuar sigurinë publike, veçanërisht në zonat e ndjeshme. Министерството за вътрешни работи под водство Ministria e Brendshme në udhëheqjen e Pançe Toshkovskit është gjynjëzuar si kur më parë, deri në atë pikë sa dje në mes të ditës në Shkup. Ndodhi një tjetër shkëmbim zjarri mafios para një stacioni policie. Ky është një shkatrim total i aparatit të sigurisë. Diçka nuk shkon seriozisht me institucionet, me sistemin. Sa njerëz të tjerë duhet të vdesin para se Pançe Toshkovski më në fund të mbaj përgjegjësi.
Është koha për dorëheqje, është koha për përgjegjësi. Ndërkaq, për këto akuza reagim të menjëhershëm pati nga partia në pushtet VMRO-DPMNE, nga ku ata shprehen duke thënë se sistemi po funksionon, po kryen hetime dhe madje njerëz që ishin të mbrojtur dhe të paprekshëm gjatë epokës së LSDM-s po arrestohen. LSDM është një parti që gjatë sundimit të saj e shndërroi vendin në një oaz për kriminalët me jak të bardhë dhe baronat e drogës. Gjatë mandatit të ministrit të brendshëm Oliver Spasovski, pasaporta ju dhan kriminalëve botëror, baronëve të drogës, antarëve të mafias dhe madje edhe antarëve të ISIS-it. Gjatë qeverisjes së LSDM-s, dihej publikisht se mafia kishte fituar shtetin e vet. Tutje, ata thonë se këto sulme vinë pasi që nuk ka më të paprekshëm dhe se tani po arrestohen kriminal, të cilët LSDM-ja jo vetëm i toleroi për shumë vite, por edhe i mbrojti. Nga VMRO theksojnë se hetimet janë duke u zhvilluar dhe njerëzit e dyshuar për shkelje të ligjeve po ndalohen, si nga opozita ashtu edhe nga qeveria, diçka që sipas tyre nuk ishte gjatë sundimit të LSDM-s. BDI ka kritikuar sot zëvendës kryeministin Izet Meçiti, i cili deklaroi se i është ofruar rikthimi në BDI për shkak se sipas tij Ali Ahmeti do të tërhiqet dhe ai do ta marrë kreun e partisë. Kjo është edhe një dëshmi arrogancës së një njeriu që mendon se partia është plaçk për pazare, vlerëson partia opozitare. Ish-partia në pushtet sot ka shprehur edhe gatishmërinë për të shkuar në zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Deklarata e Izet Meçitit se i është ofruar rikthimi në BDI për shkak se sipas tij Ali Ahmeti do të tërhiqet dhe ai do ta marrë partinë. Është jo vetëm gënjeshtër e ulët, por edhe dëshmi e arrogancës së një njeriu që mendon se partia është plaçkë për pazare. Ky është qëndrimi i partisë opozitare shqiptare, e cila vlerëson se zëvendës kryeministri aktual nuk u largua nga BDI për parime, por për interesa. Sipas BDI-s, vlerat e Izet Meçitit nuk janë dhe nuk mund të jenë kur vlerat e tyre. BDI ka lindur nga gjaku i UÇK-s dhe është ndërtuar mbi vlerat e sakrificës, përkushtimit dhe përfaqësimit të denjtë të interesave shqiptarëve të Maqedonisë Veriut. Këto vlera nuk mund të përlyhen nga ish funksionarë të cilët, për më shumë se 20 vite, përfituan nga emri dhe autoriteti i Ali Ahmetit, vetëm për ta përdorur këtë trashëgimi për ngritjen e klaneve familjare dhe lidhjeve të errta nën tokë. Ai nuk e kaloi vetingur për korrupsionin dhe devijimet ideologjike që kërkonin pastrim të brendshëm, sepse ai ishte i kapur nga to. BDI vlerëson se Meçiti në vend që të kërkoj falje për dëmin që i shkaktoi strukturës dhe besimit të antarësisë, krenoi që është bërë shërptori i projektit më anti-shqiptar në historinë e vendit ton, një qeveri që fyen gjuhën, mohon barazin dhe përjashton shqiptarët nga vendimarrja. BDI nuk është dhe nuk do të bëhet kur streh për klane, nepotizëm, korrupsion dhe shërbëtor të projekteve anti-shqiptare, theksohet në reagim. Ish-partia në pushtet sot ka shprehur edhe gatishmërinë për të shkuar në zgjedhje të parakohshme. Nëse nuk keni frikë nga vullneti i popullit, atëherë ejani në zgjedhje të parakohshme. Nëse mendoni se populli pajtohet që partitë humbëse të përfaqësojnë shqiptarët, ejani në zgjedhje, është mesazhi i BDI-s. Nëse mendoni që është në rregull që ministrinë për marrëveshjen e Ohrit të udhëhiqet nga një putinist i cili e mohon atë, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni që shqiptarët e pranojnë anulimin e balancuesit, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni se punësimet një etnike e selektive nuk krijojnë pakënaqësi, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni se shqiptarët janë të kënaqur me përjashtimin e diasporës nga regjistrimi, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni se shqiptarët pranojnë që të mos negociojnë në emër të shtetit, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni që është normale që inspektorët e gjuhës shqipe të japin dorëheqje pasi nuk kanë pranuar rrogë mbi 4 muaj, ejani në zgjedhje. BDI vlerëson se dikush që është i sigurt në drejtsinë e rrugës së vet, nuk ka pse të ketë frikë nga zgjedhjet. BDI nuk i friksohet popullit, thekson BDI. Koalicioni Vlen i është përgjigjur thirrjes së BDI-s për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas Vlenit, në mungesë të çdo ideje apo vizioni, drejtuesit e BDI-s vazhdojnë të gënjejnë votuesit e tyre me premtime boshe dhe thirrje të mjerueshme për zgjedhjet parakohshme, vetëm për një qëllim, për të shpëtuar veten, pasuritë e tyre dhe dosjet që çdo ditë po dalin në dritë.
Koalicioni Vlen ka vlerësuar njeriun që prej vitesh lakmon fronin e Ali Ahmetit, sillet sikur ka rënë nga Marsi, e jo sikur ka qenë pjesë të gjitha qeverive, duke kaluar nga një resor në tjetrin dhe duke lënë pas vetëm skandale. Sipas koalicionit në pushtet, Bojar Osmani dhe BDI, edhe pas 20 vitesh pushtet absolut, nuk arritën të mësojnë as zanatin e qeverisjes me dinjitet, as kulturën e sjelljes politike në opozit. Sipas Vlenit, në mungesë të çdo ideje apo vizioni, ata vazhdojnë të gënjejnë votuesit e tyre me premtime boshe dhe thirrje të mjerueshme për zgjedhje të parakohshme, vetëm për një qëllim, për të shpëtuar veten, pasuritë e tyre dhe dosjet që çdo ditë po i dalin në dritë. Qytetarët e din fort mirë me kë kam punë, me Bojar Osmanin, që shpërndante tender për rentokar, si bakshishe për miq dhe rrethin e tij politik, me Blerim Begjetin, mjeshtrin e politikës, hidhja futja, që bashkë me Daniela Arsovskën shndëruan Shkupin në një xhungëll, me të aratisurin Artan Grubi, që u fut në listën e zezë pasi e shpëtoi Sashom Jalkovin nga burgu, duke hedhur edhe një tjetër njoll turpi mbi nderin e shqiptarëve. E mendoni vërtet se shqiptarët do të ju besojnë përsëri, ku i lat standardet ISO? A i përfunduat, a morët ndonjë përgjigje nga institucionet europiane për ato letra, që askush s'u ktheu? Populli e di, ju dini vetëm të gënjeni dhe të vidheni. Sipas Vlenit, të gjithë mbajnë mend dhomën 161 në Kuvend, ku i ashtu quajtur i Fronti Europian, BDI u përul deri në fund. Ofroi 4 ministri dhe postin e kryetarit të Kuvendit vetëm për të hyrë në qeveri me VMRO DPML në vend të Vlenit. Sot, kur dosjet e korrupsionit po u shpërthej njëra pas tjetrës, BDI-ja kërkon një shtek më të shkurtër, përmes krizave artificiale dhe kërcënimeve për bojkot të zgjedhjeve, jo për shqiptarët, jo për të ardhmen, por për të mbuluar të kaluarën e tyre kriminale. Thekson koalicioni Vlen. VMRO DPML-ja ka hedhur akuza në adresë të partisë Levica pas propozimit të saj për ndryshime ligjore për të mos lejuar vjetërsimin e lëndëve gjyqësore. Sipas partisë në pushtet, të majtët, pra Levica, e harruan modestin duke ngarendur pas ndërtesave afariste në qendër Shkupit dhe kafeneve me terraca. VMRO DPML pyet se si u bën djemtë përullur të djeshëm manjat të etur për të ardhur në pushtet në mënyrë që të pasurohen. Dali Apasiev, i luget o kolune. Aktori Apasiev, i cili dikur shkonte në punë me biciklet dhe bënte sigurisht një fëmijë klasës së ulët, tani po blen ambiente biznesi mbi 400 metra katror përmes Levicës, në bashkëpunim me ekzekutorët, të cilët deri dje i kishte pështyr dhe i kishte likuiduar. E gjithë e vërteta rreth fytyrës së vërtet të Levicës dhe Apasievit po del në dritë. Apasiev dhe Levica janë demaskuar aq shumë për propagandën e tyre se janë të ndershëm, të përullur dhe punëtor. Brenda natës, ata u bën mogul të kafeneve, mbi kurrizin e antarëve të tyre. Pas dyshimeve për keqprodhime të kryetarës së Komisionit Antikorrupsion, Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski ka deklaruar se shpreson që njerëzit e ndershëm në antikorrupsion do të dalin nga situata jo e mirë. I pyetur nëse qeveria ka ndonjë udhëzim ose protokoll për institucionet e financuara nga shteti, çfarë u lejohet dhe çfarë nuk u lejohet të ndajmë përmes kanaleve digjitale, Andonovski tha se kjo çështje rregullohet me ligj. Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski, duke komentuar rastin në Komisionin Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, pasi prokuroria hodhi dyshime se kryetarja e komisionit Tatjana Dimitrovska ka zbuluar sekrete zyrtare në rastin Aditiv. Tha se kjo gjendje i hedh një njoll institucionit dhe tha se shpreson që antarët e mbetur të antikorrupsionit, të cilët nuk janë në asnjë mënyrë të prekur nga ky rast, do të arrijnë të dalin nga një situatë e tillë. E platformata e inspektor. Shpreh keqardhjen time të sinqertë për një situatë që askush prej nesh nuk e priste. E konsideroj një sjellje të tillë të papërshtatshme, duke respektuar supozimin e pavejësisë. Shpresoj se do të jepet ndonjë shpjegim dhe besoj se derisa të përfundoj procedura në prokurori dhe pastaj në gjykat,
do t'ishte e papërshtatshme që ai person të vazhdojë të funksionojë në pozicionin që mban. I pyetur nëse qeveria ka ndonjë udhëzim ose protokoll për institucionet e financuara nga shteti, çfarë u lejohet dhe çfarë nuk u lejohet të ndajnë përmes kanaleve digjitale, Andonovski tha se kjo çështje rregullohet me ligj. I gjithë informacioni, pra dokumente dhe dhënat që janë në dispozicion të publikut, në kuptimin që ato nuk janë të klasifikuara me një farë shkallë besueshmërie, mund të ndahen përmes kanaleve digjitale, kur bëhet fjalë për informacione të klasifikuara. Ato ndahen në një mënyrë të përcaktuar me ligjin për informacione të klasifikuara në një procedurë të përcaktuar. Nëse bëhet fjalë për dokument të klasifikuar, përcaktohet saktësisht se cilët persona lejohen të kenë qasje në të. Andonovski theksoi se situata në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nuk duhet të nënkuptojë shkatrimin e besueshmërisë së institucionit, sepse ka të bëjë vetëm me një antar. Ministri i Transformimit Digital në konferencën e sotme përshtyp njofтой shërbime të reja të gjykatave themelore, të cilat tani janë të disponueshme për qytetarët në portalin kombëtar për shërbime elektronike. Sot kam nderin të shënoj përfundimin e një hapi të rëndësishëm drejt digitalizimit shërbimeve më të rëndësishme për qytetarët, që nga sot 2 shërbime të reja të shumëpritura nga gjykatat themelore janë të disponueshme në portalin kombëtar për shërbime elektronike, përkatësisht vërtetim nga regjistri penal për personat fizik dhe vërtetim nga regjistri penal për personat juridik, tha Andonovski. Përmbyllim këtu të ndruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.